Po ju ta bëni sqarim për këtë se interesante kjo e 200 mishës edhe unë çudita sot që dëgjova. Këtë si materiale kam publikuar unë në janar të vitit 2016. Në kohën kur zonja Monika ishte... Cili ishte materialin e një thuaj... është një mesazh. Më duhen deri nesër në darkë 200.000. Ta shpjegoj unë. Në të kohë zonja Kryemadhi ishte në aleancë, mos gaboj, me zotin Bash. 2016-ën? 2016. Jo, 2016-ën kemi qenë me Ramën e ma. Ishte reforma në drejtësi. Se këtu era ty ishit ju, se ju e mbani të 2016-ën. Ku kalonit ju, kalon dhe pushtetit? 2019-ën këtë drejt. 2016-ën. E kam zirë në 2016-ën dhe pastaj në 2019-ën kam pas prap një publikim tjetër të ti, dhe kujtoj fare mirë që mes njerëzve që e dinin që do dilte ky material ka qenë zoti Basha, të cilën e kam njoftuar vetë në atë kohë. Ndërkohë, për çfarë bëhet fjalë? Zoti Kastrioti Ismaile ka qenë përgjigjem nga prokuroria që nga viti 2008. Dhe 2 ditë para zgjedhjeve të qershorit, mos gaboj 24 qershor, 25 qershor ka qenë ato të vitit 2009, është regjistruar ky mesazh. Tani, në mesazh, për kjo ka qenë pjesë e dosjes numër 978. Dosjen e parë Kastrioti. Po, dhe në këtë mesazh, aty nuk thuhet emri, kush është emri i telefonit, sepse në atë kohë ka qenë ndaluar të përgjoshin deputet, ministra, duhet merrë leje nga parlamenti. Personat që kishin imunitet politik. Dhe mesazhi është lëshuar pra në datën 22 qershor 2009, në orën 5:27, mbas dite, dhe është dërguar nga numri 6820 31 701 drejt numrit 68 296 93 Kastrioti Ismaile. Me tekst si vjon: nesër në darkë duhet të takohemi patjetër, më duhen 200.000 patjetër, mos harro. Ky ka qenë mesazhi. Tani, kush është gjëja që më çuditi mua te kjo e djeshme? Me sa di unë, Ylli, kur ka dalë ky mesazh, atëherë unë kisha një material të cilën e kisha siguruar nga një dosje e vjetër. Dhe kam pasur materialin e përgjimit, aty ka pasur shumë, nuk është përgjuar, janë përgjuar shumë njerëz, përfshirë dhe kolegët tanë, gjitha, siç kishte mbajtur përgjimi. Por, në rastin konkret çka kishte bërë, njësia që duhet bënte përgjimin, në momentin që haste që në përgjim është dhe një politikan, duhet ta ndalonte përgjimin. Megjithatë, në momentin kur unë kam publikuar për herë të parë në janar 2016 tek kolegu Fevziu, menjëherë prokuroria, sepse kjo çështje u mbyll dhe pastaj u rihap. Kur u rihap, atëre doli dhe përgjimi. Dhe rihapja është bërë, mos gaboj, me urdhër të Kosta Belurit, ndërkohë tek përgjimi në atë kohë ka qenë Thoma Jana. Prokurori tjetër Thoma Jana. Dhe çfarë rezultoi? Mua më thirrën atëherë në prokurori dhe më thanë ku e ke gjetur këtë material, i cili ishte i njëjtë me atë që ata kishin në dosje. Dhe çfarë mësova aty? Aty mësova që ky material, pavarësisht nëse ishte apo si ishte më the thash, ishte i papërdorshëm juridikisht. Pse ishte i papërdorshëm juridikisht? Sepse gjykata kishte marrë vendim që kjo pjesë e dosjes ta zgjesoj. Pra, mua më thanë, kjo që ke ti, zotri, është e njëjtë me këtë që kemi në dosje. Po kjo është azgjesuar, nuk mund të përdoret politikisht, nuk mund të përdoret juridikisht, dhe kjo nuk ka më vlerën e provës. Ky është debat që ne jemi pas bërë te kolegu Fevziu. Nuk e ka më vlerën e provës. Nuk ka vlerën e provës, sepse me vendim gjykate është i azgjesuar. Pse është azgjesuar e di drejtësia. Tani, mua çudia që më bëri sot është... Person me imunitet ai. Jo, s'kishte lidhje me imunitet. Dosja vet ishte mbyllur. Ishte mbyllur dosja. Në moment që është mbyllur dosja, ishin azgjesuar pjesë të fashikujve të dosjes. Në momentin kur u hap dosja, ata u vunë para faktit kërë që unë e kisha atë materiali, mos më kishin azgjesuar do se kisha të ruajtur në arkiv. Tani, mu më thanë që kjo nuk ka vlerë më juridike, sepse kjo është e azgjesuar me vendim gjykate. Habia që po ata unë sot, nuk e di Zoja Kryemadhi mund ma thotë unë si që sa rrita do të ishte në seancë, kam qenë në media live në atë moment, ishte fakti që e njëjta gjë që është e azgjesuar me vendim gjykate dhe prandaj se ka në dosje këta, dhe mbasi të ketë drejtë që do ta kishin vënë
si material, ti se ke në disponimet, të aktet. Nuk është më. Të aktet që ke ti. Jo, fare. Dhe ta sqaroj këtë një minutë. Ja ta them unë të Dhe ta sqaroj këtë pjesë. Pra, mua më bëri përshtypje fakti, derisa për këtë ka një vendim asgjësimi, ose një vendim ekzekutimi që çon asgjësim të materialit, atëherë çfarë ka ndodhur? Mbas vitit 2016, kur mua më thirrën dhe më thanë kjo s'vlen më se kjo është azgjësuar, që ajo u riciklua dhe u rikthye sot në seancë. Ta shpjegoj unë shumë thjesht. Ka kisha. Ja ta them unë. Se mbas më thresin aty që të mos e harroj këtë datën. Ta jap të datën se do të duhet. Cila datë? Data e ekzekutimit të azgjësimit të këtij. Të dosjes. Është data 27 tetor 2010, është vendimi i gjykatës. 27 tetor 2010. Se unë si mbaj mend gjitha dhe ka kaluar shumë kohë dhe kur është në këtë datë gjykata ka vendosur që ta azgjësoj azgjësimin. Pjesë të fashikullit ku ka qenë dhe përgjimi ndaj Kastriot Ismailit. Se është mbajtur përgjim Kastriot Ismaila, jo Ilir Meta. Po. Dhe kur ka nisur, po e mba mend atëre, ka qenë i përfshirë dhe ministri i energjetikës i zotit Rama, pra zotit Damian Gjiknuri, kështu e kemi nisur në histori. Ne po kërkonim si ka mundësi 2010-ën? Po në 2010 është asgjësuar. Lidhe ka me 2010-ën? Jo, është asgjësuar në atë kohë dhe pastaj ka vazhduar. Më mbrapa. Kur ka ardhur Se Gjiknuri ka ardhur 2013-ën, ata janë marrë me pjesën e Çezit. Kurse në 2010-ën se ky përgjimi nuk ka lidhje me Çezdian. Ky përgjimi është përdor nga prokurori, besoj dhe sot për të treguar që Ilir Meta me Kastriot Ismaile kanë një njohje të hershme dhe ja ku e keni para zgjedhjeve të vitit 2009. Ky është narrativa. E kupton? Sepse kur është çfarë date ta tregova? Data është para zgjedhjeve. Pra, në këtë kohë nuk flitet për Çezdian. Çezdia është e mëvonshme. Por kur u rikthye kjo? Kur Çezi u rimor nga qeveria shqiptare dhe u rimor gjatë kohës që kryeministri ishte Edi Rama dhe ministri Damian Gjiknuri. Dhe është kjo pjesa që Ismaili kërkonte ta çonte Shqipërinë dhe e çoje në fakt, po këta i pren fondet, ta çonte në gjykatën e arbitrazhit, kur Rebeka Gaskingane erdhi këtu dhe dha një dëshmi dhe mbas asaj dëshmie asaj u dha pa prekshmëri pra Shtetet Amerikane, që nga i moment asaj u dha pa prekshmëri dhe prandaj nuk është më e përfshirë në proces, s'është askundi. Po sepse bëri kompania amerikane më. Ishte Rebeka dhe bëri marrëveshje. Rebeka është kompani amerikane, Rebeka ka një setor tjetër. Pyetja që duhet kishte sot për prokurorin është pse s'është Rebeka, pse se kanë Rebeka. Ka bërë atë, ka kërkuar në kërkesat. Po, Rebeka ka bërë marrëveshje. Dhe e ka futur Kastriotin. Dëgjoj një sekond. Dhe juve bashkë aty se ajo këtë ka bërë. Ajo ka thënë Kastrioti ka mbajtur lidhje sipas asaj, gjithmonë sipas Rebekës. Dhe gjëja që mua më çudit prapë edhe te pjesa e smot, nuk të pyeta kot pak më parë, sepse ka të bëjë edhe me çështjen që ore si do të argumentoni ju në këtë rast, pra si do të përgjigjeni, dhe pse prokurori gjeti në këtë moment ta bëj këtë gjë, kjo është Unë për Çezdian e zauruar e Unë për Çezdian nuk flas se nuk më përket mua, por do të them dy gjëra. Që ne kemi marrë gjithë dosjen e Kastriot Ismailit, po themi që është dënuar. Po, që është dënuar. Dhe të arbitrazhit ndërkohë. Dhe qoftë dëshmia e Rebekës, qoftë dëshmia e Josekut, qoftë dëshmia e atyre të tjerëve, qoftë dëshmia e Romeo Karajit apo Elvis Mataj, pra në asnjë nga këta nuk përmendet emri Ilir Metës. Pra në çështjen e Kastriot Ismailit, ndaç në arbitrazh, ndaç në gjykatën shqiptare, Ilir Meta nuk është përmendur nga asnjë dëshmitar apo nga E kuptueshme atëherë. Po ashtu. Kështu që në këtë gjë dua të them dy gjëra sa për këtë gjë, në kuptimin e kësaj të Çezit. Pra, Çezdia nuk ekziston. Nuk është vetëm artikull i gazetash. Dhe në dosjen ne kemi vetëm artikull i gazetash. S'kemi as prova, as dëshmi, asnjë gjë. Ja vetëm artikull i gazetash, është intervista e Tanit me Elvis Maton, që është e zbardhur, dhe kaq. Nuk ka më. Po intervista e Vojsavës është? Po, është edhe intervista e Vojsavës. Në të ka filluar procesi? Po, intervista e Vojsavës është edhe në USB, dhe mos harroj që intervista e Vojsavës sot, për ndërprej pak ta kthej dhe herë se e thash gabim. Se mbaj mend, do ta mbaj mend Vojsavës. Ashtu. Mi pra, se është aty dhe është qesharake. Dhe të thot, dhe ka dhe një gjë tjetër, ke intervista e Vojsavës sot. Kastrioti ishte i lidhur me amerikanët, i kishte lidhjet vetëm me Çezin, nuk kishte nevojë për këtë gjë. Vojsava që ne merrim me këto çështje, edhe besom që njerëzit nuk e din... Kush është Vojsava? Kush është Vojsava fare? Kur ju drejtohemi njerëzve, Monika... Anisa të përgjigjesh aty më ndërhyri tani. Tani, unë të mbaroj si do mbrojmë. A, të njëjtin gjëshin pra. Dhe jo, s'është e njëjta gjë, s'është, dëgjoj. Ore Ylli. Mi thuj, mos bë paranteza. Mos bë paranteza, më jap... Po më lëpa, ju s'më lëni të mbaroj.
Se gjyqi sa po ka filluar, shu s'kemi shumë për të thënë. Por akoma s'ka filluar. S'ka filluar akoma. Tani, iku çesdia. Pra, për çesdian për mua nuk ka asnjë lloj argumenti, asnjë lloj gjëje. Ilir Meta ka kërkuar dëshmitar edhe Rebekën, edhe gjithë gjërat e tjera që të vinë të japin përgjigjet e tyre. Tani vim ke çështjet e tjera. Fibra optike, që ai e përmend. Fibra optike, baton, nuk ka punë Ilir Meta, ka firmuar Edi Rama 2 herë për fibrën optike. Një herë në janar të 2014-s për fibrën optike të shtrimit dhe një herë në maj të 2015-s për lejen e ndërtimit me KKT. S'ka lidhje Ilir Meta fare. Dhe ato thonë, por me qëse është, thotë, kjo është parashkruar, por ne po shkruajmë janë 100 faqe për të kriju këtë. Mirë dhe krijojnë narracionin për me gjetë një dy gjëra. Po, vim ke interkoneksion, ke impulset, se ta shit mu ashtu, ke marrëdhëniet e Adrian Shatkut me Vodafonin. Përfaqësuesi i Vodafonit thotë, kjo është një marrëdhënie private. Nuk ka çaj duhet shitësit dhe furnizuesit. Në momentin që ti pagu taksat dhe Adrian Shatku, po themi, kushuriri, edhe plusi, sepse edhe për plusin më fusin mua, që kam ndërhyrë unë ke Piro Gjigjo, për të zgjidhur çështjen e plusit, sepse plusi... S'ka lidhje fare plusin. Po e kam aty unë plusin. S'lidhje s'ka. Si s'ka? Po, mër po. Sepse në telefonin tim, baton, janë komunikimet e mia, si antare Komisionit Veprimtarive Produse, sepse plusi po falimentonte, për shkak të deregullimit të tregut, sepse që ndodhte, Vodafoni e kishte falas kur fliqin me njëri tjetër, ndërsa kur e merrte plusi, duhet pagunte lekët dhe është çështja e asimetrisë. Po, ajo ka shpjegu dikush prokurorët karakterin tënë çfarë? As nuk e dinin fare vllai, ju shpjegova unë në seancë paraprake dhe rishin kështu. Ju bëra edhe me PowerPoint. Do t'ju jap edhe unë fjalën. Përveç kësaj, dhe këtë ma quajnë korrupsion mua. Pse kam ndërhyrë unë për të zgjidhur një konflikt? Dhe kjo, për këtë ka një letër që gjithë aksionerët e plusit ja kanë çuar Edi Ramës dhe kishin një luftë të papar kundër Piro Gjigjo, sepse Piro Gjigjo thonte që kjo gjë duhet bërë, o vlla, me miratim politik. Ka lidhje, se sepse është një historike tjetër. Po jo, unë kam lidhje sepse unë kam negociuar Ç'lidhje ka ti? Po unë isha antare e Komisionit Atëherë Veprimtarive e kanë deputete. Po, kam zbatuar ligjin. Po mirë. Piku. Edhe kjo nuk ka korrupsion, të thotë ai ke boti korrupsion. Po pse ka punu Adrian Shatku me Vodafonin bashkëpunim që në 2006-ën.